Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në Top Tech. Si gjithmonë, jeni me mua Mateo Kadriun dhe sot ju premtoj kemi disa tema shumë interesante. Prandaj mos u mbasim fare kohë, nisim me të parën. Ndërkohë që ne ende kemi hallin të kujtojmë ku kemi lënë passwordin e Facebookut, Meta ka nxjerrë fshehorazi një aplikacion të ri të quajtur Forum. Dhe jo, nuk është një nga ato forumet si në vitet 2007 për Windows XP. Kjo është pak a shumë si Reddit, po nga Meta. Një vend ku njerëzit futen në grupe, bëjnë diskutime shumë të thella ose debatojnë për 3 orë pse cappuccino është më mirë se espresso. Aplikacioni lidhet direkt me Facebookun, merr grupet që ke, profilin, aktivitetin dhe të lejon dhe postosh me profil anonim. Pra tani mund të ankohesh anonim në grupin e pallatit pa ta kuptuar njëri kush je. Teknologjia po ecën përpara. Pjesa më epike, ka dhe inteligjencë artificiale brenda. Një tab Ask që mbledh përgjigje nga diskutimet e grupeve. Në teori tingëllon futuriste, në praktik imagjinoni pak inteligjencën artificiale që përpiqet të kuptojë debatet e Facebookut shqiptar. Roboti me siguri do të thotë më fikni se nuk jam trajnuar për këtë nivel stresi. Meta thotë se njerëzit duan më shumë aplikacione dhe sinqerisht është fiksi si ai shoku që të pyet. Do hash dhe para se të japësh një përgjigje, ti sjell 20 pjata. Ndërkohë, Mark Zuckerberg pas ka thënë që me AI tani mund të ndërtojmë 50 aplikacione të reja. 50. Vlla, ne me zim mbajmë hapur WhatsAppin pa na mbarur bateria. Meta po sillet si ai studenti që nuk ka bërë detyrat, por hap biznes të ri çdo javë. Top Tech në Top Albania Radio. Po afrohet dita ku njerëzit do ecin në rrugë duke folur me syzet. Dhe askush nuk do e kuptojë më nëse je duke bërë telefonat, duke dëgjuar muzikë apo thjesht ke humbur komplet kontaktin me realitetin. Sepse Google sapo prezantoi syzet e reja me inteligjencë artificiale dhe sinqerisht duken fik sikur jemi në Cyberpunk. Syzet kanë ekran brenda lentes, përkthim live, navigim me Google Maps, kamera, muzikë dhe Gemini AI që të dëgjon sa herë mban shtypur butonin këtu te bishti syzeve. Pra teknikisht tani edhe syzet kanë më shumë vëmendje ndaj teje sesa disa njerëz në marrëdhënie. Pjesa më e fortë, përkthimi në kohë reale. Një person fliste frëngjisht dhe syzet e përkthenin direkt në anglisht para syve. Pra teknologjia po eliminon dhe barierat gjuhësore. Ka dhe navigim me syze. Tani nuk do shohësh më njerëz me telefonin para fytyrës si zombit e Walking Dead. Do shohësh njerëz që ecin duke parë boshllokun me syze futuriste dhe duke kthyer kokën majtas djathtas si pula që kërkojnë për Wi-Fi. Madje syzet mund të identifikojnë objekte dhe të përgjigjen për to. Pra po afrohemi shumë pranë momentit kur dikush do të shohë një byrek do pyesë AI-n. A ka proteina? Dhe AI do përgjigjet. O vlla, byrekun dhe mos komplikoj jetën. Problemi vetëm ende nuk janë perfekte. Zëri nuk ishte super i pastër, ekrani ishte pak i turbull dhe bateria është akoma pikë pyetje. Me pak fjalë janë në atë fazën wow, por edhe prit se nxehet pak. Gjithsesi konkurenca me Metën dhe Apple po bëhet aq agresive sa duket sikur kompanitë teknologjike janë futur në garë për të na kthyer të gjithë në personazhe të Cyberpunkut, por me abonim mujar. Top Tech në Top Albania Radio. Elon Musk ishte vetëm 40 sekonda larg momentit histori për njerëzimin. Dhe pastaj raketa tha, jo sot o shef. SpaceX anulloi në sekondat e fundit nisjen e parë të Starship V3-shit. Raketës gjigante që duket sikur është dizenjuar nga një fëmijë 8 vjeçar që ka parë shumë filma me alien dhe me 2 Red Bulla. Dhe problemi, një kunj hidraulik nuk u tërhoq. Po, teknologjia më futuristike në planet u bllokua nga diçka që tingëllon si një problem i një porti garazhi në Shkodër. Raketa ishte gati, e mbushur me karburant, countdowni kishte zbritur nën 40 sekonda, ndërkohë inxhinierët e SpaceX-it po shikonin ekranet dhe me atë fytyrën klasike, më na bëj këtë tani, të lutem. Kjo është super e rëndësishme për Muskun sepse SpaceX po përgatitet të dalë në bursë. Para imagjino pak stresin, miliarda dollar, investitor, live stream global dhe raketa vendos të bëjë një update later. Starship V3 është versioni i ri i raketës më të madhe në botë. Më shumë fuqi, motor të rinj Raptor, sistem më i avancuar dhe ideja finale është që raketa të ripërdoret komplet. Madje SpaceX po tenton që në të ardhmen raketa të kapet nga kulla gjatë kthimit. Po, ta kapin. Kjo raketë është thelbësore edhe për Starlinkun, internetin satelitor të Musk që gjeneroi rreth 11 miliard dollar vitin e kaluar. Problemi është se Starship ende nuk ka dërguar ngarkesa reale në orbit. Pra teknikisht jemi ende në fazën punon shumë mirë në prova zakonisht.
Musk tha se do e provojnë përsëri sot dhe sinqerisht kjo është gjëja që bën Elon Musku. Raketa shpërthen, dështon, anullohet dhe ai del pas 5 minutash dhe thotë s'ka gjë. Provojmë nesër. Top Tech në Top Albania Radio. Google nuk do më që ti të kërkosh në internet, do që interneti të kërkoj për ty. Sepse në eventin Google I.O. 2026, kompania prezantoi AI Agents, asistent inteligjent që punon 24 orë në sfond dhe ndjekin çdo gjë që të intereson ty. Pra praktikisht, Google po ndërton versionin digital të atij shokut që thot mos u shqetëso se ndjekun. Deri dje kërkoje vetë në Google, aksionet, moti, ndeshja, bileta koncerti, fluturime. Tani agenti AI ndjek vetë dhe të njofton kur ndodh diçka interesante. Pra interneti po kalon nga search engine në sekretar personal me ankth kronik. Mund të krijosh agent për bursën, për çmimet e avionëve, për ekipin e zemrës, për tregun e punës, për apartamente, madje edhe për filma. Imagjino tani një AI që të zgjon në mes të matës dhe të thotë: "Shef, biletat e koncertit janë ulë me 17%, vepro së shpejti." Dhe Google nuk është vetëm tu, tani kemi agent AI gjithandej. OpenAI po ndërton agent që bëjnë research, Microsoft po fut Copilot në çdo cep të Windowsit, Amazon po tenton ta bëjë Alexën më pak si Alexa e 2016-s. Ndërsa Meta po ndërron për AI që të njeh më mirë se kushëria që të pyet, po kur do martohesh. Kjo është faza e re e internetit. Jo më chatbot që pret pyetje, por AI që bën punën për ty. Ti i thua një herë, më intereson Formula 1 dhe ai punon gjithë ditën sikur kam frikë mos e pushon nga puna. Madje Google po ridizenjon komplet searchin. Kërkimet do jenë më bisedore, më natyrale dhe inteligjenca artificiale do të ndihmojë të formulosh pyetjet. Problemi vetëm, këto AI agents po bën aq të avancuar sa jemi shumë afër momentit kur AI do të dërgojë një njoftim. Kam pas si jeton ti. Duhet flesh më shumë dhe të ndalosh duke bërë doom scrolling në 2 natës. Top Tech në Top Albania Radio. Në këtë pikë, teknologjia ka vendosur që toka nuk I mjafton më. Data centerat po ikin në det. Po, një startup amerikan I quajtur Panthalassa po ndërton data centera lundrues që furnizohen nga dallgët e oqeanit me elektricitet. Pra imagjino pak serverat e AI-s duke bërë surf ndërkohë që ChatGPT-ja përgjigjet: "Ka pak vonesë sot se është deti me dallg." Platforma quhet Ocean Trash dhe ideja është komplet futuristike. Një strukturë gjigande që noton në oqean, prodhon energji nga lëvizja valve dhe ushqen një data center për inteligjencë artificiale. Pa kablo, pa lidhje me tokën, pa spirancë, vetëm ujë, satelit dhe shumë besim te moti. Sipas kompanisë, energjia mund të kushtoj vetëm 2 cent për kilovat. Domethënë AI po shkon drejt fazës ku do konsumoj më pak energji se sa ai kondicioneri I atij lokalit që e mban 16 gradë në janar. Dhe sinqerisht kjo po ndodh sepse AI po ha energji si I çmendur. Çdo chatbot, çdo ma bëj të civil më profesionale, po djeg servera natë e ditë. Kështu që Silicon Valley ka parë oqeanin dhe ka thënë: po sigur ta kthejmë në Atlantikun në karikues. Kompania thotë se shumë platforma mund të lidhen bashkë dhe mund të funksionojnë si një mega data center në det. Pra praktikisht po afrohemi drejt momentit kur do kemi server farms që janë realisht ferma në mes të oqeanit. Por ka dhe probleme të vogla, shumë të vogla, si uraganet, kripa, dallgët gjigande, ndryshku dhe fakti që interneti do transmetohet me satelit. Pra nëse deti acarohet, AI mund të përgjigjet me ngecje. Megjithatë, ideja po merr investime serioze dhe kompania ka ish punonjës të SpaceX-it dhe Teslas. Në këtë ritëm, pas 5 vitesh do kemi makina autonome, syze me AI, robot në shtëpi dhe servera që notojnë në paqësor si balena teknologjike që përpunojnë meme 24 orë në ditë. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe do dëgjojmë në episodin e radhës me tema akoma më interesante. Ciao!